Njohja e Perëndisë nga James Inell Packer. Ky libër vjen në audio nga Instituti Biblik i Shqipërisë, i përdorur me leje. Për të dëgjuar libra të tjerë audio, vizitoni faqen tonë ibsh.al dhe Instituti Biblik i Shqipërisë në YouTube dhe Facebook. Njohja e Perëndisë nga James Inell Packer, një naracion nga Mariol Dundo. Pjesa e dytë. Sodit Perëndin tënd. Kapitulli 7. Perëndia i pandryshueshëm. Na thonë se Bibla është fjala e Perëndisë, një llambë në këmbët tona dhe një dritë në shtegun ton. Na thonë se në të ne do të gjejmë njohjen e Perëndisë, si dhe vullnetin e tij për jetën tonë. Ne u besojmë dhe mirë bëjmë, sepse ata po na thonë të vërtetën. Prandaj i marrim Bibla tona dhe nisim t'i lexojmë. Ne lexojmë mendueshëm dhe me këmbgulje, sepse jemi të sinqertë. Ne duam me të vërtetë që ta njohim Perëndin. Mirëpo ndërsa lexojmë, përshtjellohemi gjithnjë e më tepër. Ndonse të mahnitur, nuk jemi duke u ushqyer. Leximi ynë nuk po na ndihmon. Ai na lë të shastisur dhe, për të thënë të vërtetën, disi në depresion. Ndaj vrasim mendje nëse ja vlen që të vazhdojmë me leximin e Biblës. Dy botë të ndryshme. Ku qëndron problemi ynë? E po në thelb, problemi është si më poshtë. Leximi ynë i Biblës na çon në një botë pothuajse të panjohur për ne. Domethënë, në botën e lindjes së afërt, ashtu siç ishte disa mijëra vite më parë, primitive dhe barbare, agrare dhe pa makineri. Aktiviteti i historisë së Biblës na shfaqet në skenën e kësaj bote. Aty takojmë Abrahamin, Mojsiun, Davidin e të tjerë, si dhe shohim Perëndin të bashkëveprojë me ta. Aty i dëgjojmë profetët që denoncojnë idhujtarinë dhe paralajmërojnë gjykime mbi mëkatin. Aty shohim njeriun nga Galilea, i cili bën mrekulli, debaton me hebrejt, vdes për mëkatarët, ringjallet së vdekuri dhe ngjitet në qiell. Lexojmë letra nga mësues të krishterë, të cilat trajtojnë gabime të çuditshme që me aq sa jemi në dieni, nuk ekzistojnë më sot. E gjitha kjo është mjaft interesante, mirë po duket tërësisht e shkëputur nga realiteti ynë. Gjithçka i përket asaj bote, jo kësaj bote. Kemi ndjesinë sikur jemi jashtë botës së Biblës, duke parë brenda saj. Jemi spektator të rëndomt e asgjë më shumë. Mendimi ynë i pashprehur është ky. Po, Perëndia bëri tërë këto gjëra atëherë dhe ishte e mrekullueshme për të gjithë njerëzit e përfshirë. Por çfarë lidhje ka kjo me ne sot? Ne nuk jetojmë në të njëjtën botë. Si mundet regjistrimi i fjalëve dhe i veprave të Perëndisë në kohët biblike, regjistrimi i trajtimit që ai i bëri Abrahamit, Mojsiut, Davidit dhe të tjerëve, të na ndihmojë ne, të cilët duhet të përballemi me epokën e udhëtimeve hapësinore? Ne nuk mund të dallojmë një lidhje midis këtyre dy botëve. Prandaj vazhdimisht ndjejmë sikur historitë që lexojmë në Bibël nuk gjejnë zbatim te ne. Dhe sa herë, siç ndodh shpesh, këto histori janë të lavdishme dhe mbreslënse në vetvete. Ndjesia e privimit prej tyre na brengos konsiderueshëm. Shumica e lexuesve të Biblës e kanë përjetuar këtë ndjesi. Mirë po jo të gjithë dinë se si të reagojnë ndaj saj. Disa të krishterë duket se mjaftohen me ndjekjen e këtyre historive prej së largu, ndonse me të vërtetë u besojnë të dhënave të Biblës. Ata as kërkojnë dhe as presin që të përjetojnë një intimitet dhe marrëdhënie të drejtë për drejtë me Perëndin, si ajo që përjetuan burrat dhe gratë në Bibël. Një qëndrim i tillë kaq i zakonshëm në kohën tonë është në të vërtetë një rrëfim i dështimit për t'i dhënë zgjidhje këtij problemi. Mirë po, si mund të mposhtet kjo ndjesi largësie nga përjetimi biblik i Perëndisë? Mund të thuhen shumë gjëra, por me siguri, pika thelbësore është kjo. Ndjesia e largësisë është një iluzion i cili buron nga përpjekja për të kërkuar në vendin e gabuar lidhjen mes situatës sonë dhe asaj të personazheve të ndryshme të Biblës. Sigurisht që epoka historike së cilës ata i përkasin në hapësirë, kohë e kulturë, është mjaft larg nesh. Mirë po lidhja mes nesh dhe atyre
nuk gjendet në këtë plan. Lidhja është vetë Perëndia, sepse Perëndia me të cilin u ballafaquan ata është i njëjti Perëndi me të cilin ballafaqohemi edhe ne. Mund ta mprehim iden akoma më shumë duke thënë se është saktësisht i njëjti Perëndi, sepse Perëndia nuk ndryshon as pak. Prandaj, është e qartë që për ta hequr qafe ndjesinë e një hendeku të pakalueshëm mes pozitës së burrave dhe grave në kohët e Biblës dhe pozitës sonë, ne duhet të përqendrohemi tek e vërteta e pandryshueshmërisë së Perëndisë. Nuk bëhet fjalë për dy perëndi të ndryshëm. Perëndia nuk ndryshon. Le ta shtjellojmë këtë mendim. E para, jeta e Perëndisë nuk ndryshon. Ai është nga përjetësia, Psalmi 93 vargu 2, mbreti i përjetshëm, Jeremia kapitulli 10 vargu 10, Perëndia i paprishshëm, Romakëve kapitulli 1 vargu 23. I vetmi që ka pavdeksin, 1 Timoteut kapitulli 6 vargu 16. Para se të kishin lindur malet dhe para se ti të kishe formuar tokën dhe botën, madje nga mot dhe përjet, ti je Perëndia. Psalmi 90 vargu 2. Psalmisti thot për tokën dhe qiejt se ata do të zhduken, por ti do të mbetesh. Do të konsumohen të gjithë si një rob. Ti do t'i ndërrosh si një rob dhe ata do të ndryshohen, por ti je gjithnjë po ai, dhe vitet e tua nuk do të kenë kurrë fund. Psalmi 102, vargjet 26 deri në 27. Perëndia thot, unë jam i pari dhe gjithashtu jam i fundit. Isaia 48 vargu 12. Gjërat e krijuara kanë një fillim dhe një fund, por jo krijuesi i tyre. Përgjigjja e pyetjes që bëjnë fëmijët, kush e krijoi Perëndin, është thjesht që Perëndia nuk kishte nevojë të krijohej, sepse ai ka ekzistuar gjithmonë. Ai ekziston nga përjetësia dhe është gjithmonë i njëjti. Ai nuk plaket, jeta e tij nuk njeh luhatje. Ai nuk fiton pushtetet e reja dhe nuk i humbet ato që ka. Ai nuk ka nevojë as për pjekuri, as për zhvillim. Ai nuk bëhet më i fortë, a më i dobët, a më i mençur me kalimin e kohës. A.W. Pink shkroi, ai nuk ndryshon për t'u përmirësuar, sepse ai është tashmë i përsosur, dhe duke qenë se është i përsosur, as nuk mund të ndryshojë për më keq. Dallimi parësor dhe themelor mes krijuesit dhe krijesave të tij është që këto të fundit janë të ndryshueshme dhe natyra e tyre e pranon ndryshimin, ndërkohë Perëndia është i pandryshueshëm dhe nuk do të mund të rresht kurrë të jetë ai që është, sikurse e thot edhe një himn. Ne çelim dhe lulëzojmë si gjethet në pemë. Ne thahemi dhe kalbemi, por ai kurrë nuk ndryshon. E tillë është fuqia e jetës së pashkatrueshme të Perëndisë. Hebrejve kapitulli 7 vargu 16. E dyta, karakteri i Perëndisë nuk ndryshon. Sforcimi, tronditja ose operacioni i trurit mund ta ndryshojnë karakterin e një personi, mirëpo nuk ka asgjë që mund t'ia ndryshojë karakterin Perëndisë. Gjatë rrjedhës së jetës, shijet, pamja e jashtme dhe temperamenti mund të ndryshojnë rrënjësisht. Një person i sjellshëm dhe i qetë mund të shndërrohet në inatësi e tekanjoz. Një person mirëdashës mund të bëhet cinik dhe zemërgur. Mirëpo asgjë e tillë nuk ndodh me krijuesin. Ai nuk bëhet kurrë më pak i vërtet, ose më pak i mëshirshëm, ose më pak i mirë nga sa ka qenë. Karakteri i Perëndisë është sot dhe do të jetë gjithmonë po ai që ishte edhe në kohët e Biblës. Në lidhje me këtë, është e dobishme të trajtojmë dy raste në librin e Eksodit kur Perëndia zbulon emrin e tij. Sigurisht që emri i zbuluar i Perëndisë është shumë më tepër se një etiketim. Emri i tij na zbulon se kush është ai në marrëdhënie me ne. Tek Eksodi 3 lexojmë se si Perëndia ja shpalli emrin e tij Mojsiut me shprehjen "Unë jam ai që jam". Forma e shkurtër e së cilës është në fakt Jahve, Jehova, Zoti. Vargu 15. Ky emër nuk është një përshkrim i Perëndisë, por thjesht një shpallje e vetë ekzistencës së tij dhe e pandryshueshmërisë së tij të përjetshme, një kujtim për njerëzimin që ai ka jetë në vetvete, dhe se kush ai është tani
është edhe në përjetësi. Megjithatë, tek Eksodi 34, ne lexojmë se si Perëndia i shpalli emrin e Zotit Mojsiut duke radhitur disa tipare të ndryshme të karakterit të tij të shenjtë. Zoti, Zoti, Jehova, Perëndi i mëshirshëm dhe i dhemshur, i ngadalshëm në zemërim, i pasur në mirësi dhe në besnikëri, që përdor mëshirën për mira njerëz, që fal paudhësinë, shkeljet dhe mëkatin, por nuk e lë të pandëshkuar fajtorin dhe që viziton paudhësinë e etërve mbi bijtë dhe mbi bijtë e bijve. Vargu 5 deri në 7. Kjo shpallje plotëson atë të Eksodit 3, duke na thënë se kush është në fakt Jehova. Ndërkohë, deklarata e Eksodit 3 e plotëson këtë deklaratë duke na thënë se Perëndia është përjetësisht po ai, i cili në atë moment, 3000 vite më parë, i tregoi Mojsiut se kush ishte. Karakteri moral i Perëndisë është i pandryshueshëm. Prandaj Jakobi, në një mesazh që trajton mirësinë dhe shenjtërinë e Perëndisë, bujarinë e tij ndaj njerëzve dhe armiqsinë e tij ndaj mëkatit, flet për Perëndinë si ai, pranë të cilit nuk ka ndërim dhe as hije ndryshimi. Jakobi kapitulli 1 vargu 17. E treta, e vërteta e Perëndisë nuk ndryshon. Njerëzit ndonjëherë thonë gjëra të cilat nuk i kanë me gjithmend, thjesht sepse ata nuk i njohin mendimet e tyre. Gjithashtu për shkak se pikpamjet e tyre ndryshojnë, ata shpesh zbulojnë se nuk mund t'i përmbahen më asaj që kanë thënë në të shkuarën. Të gjithëve ne, na duhet që ndonjëherë t'i tërheqim fjalët që kemi thënë, sepse ato nuk shprehin më atë që ne mendojmë. Ndonjëherë na duhet që ta gëlltitim atë që kemi thënë, pasi hidhet poshtë nga fakte të pakundërshtueshme. Fjalët e qenieve njerëzore janë të paqëndrueshme, mirëpo nuk është kështu me fjalët e Perëndisë. Ato mbeten përjetë, si shprehje për herë të vlefshme të mendjes dhe të mendimeve të tij. Asnjë rrethan nuk mund ta detyrojë atë që t'i tërheqë ato. Nuk ka asnjë ndryshim në mendimet e tij që t'i kërkojë atij t'i përshtat ato. Isaia shkruan: "Çdo mish është si bari, bari thahet, por fjala e Perëndisë tonë mbetet përjetë." Isaia kapitulli 40, vargjet 6 deri në 8. Në mënyrë të ngjashme, psalmisti thotë: "Gjithnjë o Zot, fjala jote është e qëndrueshme në qiejt. Urdhërimet e tua janë të vërteta, të cilat i ke vendosur përjetë." Psalmi 119, vargu 89, 151 deri në 152. Fjala e përkthyer të vërteta në vargun e fundit përçon idenë e stabilitetit. Prandaj, kur i lexojmë Bibla tona, kemi nevojë që të kujtojmë se Perëndia ende qëndron pas të gjitha premtimeve të tij, pas kërkesave, deklaratave të qëllimit dhe fjalëve paralajmëruese që gjenden aty dhe u drejtohen besimtarëve të dhjatës së re. Këto nuk janë mbetje të një epoke të shkuar, por janë një zbulesë përjetësisht e vlefshme e mendjes së Perëndisë për popullin e tij gjatë të gjithë brezave, për sa kohë të ekzistojë kjo botë. Sikurse na tha edhe Zoti ynë, shkrimi nuk mund të bjerë poshtë. Gjoni kapitulli 10 vargu 35. Asgjë nuk mund të anuloj kurrë të vërtetën e përjetshme të Perëndisë. E katërta, udhët e Perëndisë nuk ndryshojnë kurrë. Ai vazhdon të veprojë ndaj burrave dhe grave mëkatare, ashtu si edhe në historinë e Biblës. Ai ende vazhdon ta tregojë lirinë dhe sundimin e tij, duke bërë dallim mes mëkatarëve, duke bërë që disa të dëgjojnë Ungjillin, kurse të tjerë të mos e dëgjojnë atë, dhe duke i shtyrë në pendim disa nga ata që e dëgjojnë Ungjillin, ndërkohë që të tjerët i lënë në mosbesimin e tyre. Kështu u mëson shenjtorëve të tij që ai nuk është i detyruar të tregohet i mëshirshëm ndaj askujt dhe se gjithçka është krejtësisht nga hiri i tij dhe as pak nga përpjekjet e tyre, sikur ata vetë të kenë gjetur jetën. Megjithatë, ai i bekon ata mbi të cilët e vendos dashurinë e tij në një mënyrë që i përul ata, kështu që e gjithë lavdia të jetë vetëm e tij. Ai ende i urren mëkatet e popullit të tij dhe përdor lloj-lloj dhimbjesh e pikëllimesh, të brendshme dhe të jashtme, për t'i zvjedhur zemrat e tyre larg kompromisit dhe mosbindjes. Ai ende kërkon të ketë miqësi me popullin e tij dhe u dërgon atyre si pikëllime ashtu edhe gëzime, në mënyrë që ta largojë dashurinë e tyre
nga gjërat e tjera dhe ta lidh atë pas vetes së tij. Ai ende vazhdon t'i mësoj besimtarët që t'i vlerësojnë dhuratat e premtuara prej tij, duke i bërë ata që të presin për ato dhurata dhe duke i shtrënguar ata që të luten me këmbgulje për to, përpara se ai t'u jap. Kjo është mënyra se si Perëndia i trajton njerëzit në historinë e shkrimit dhe në po këtë mënyrë ai vazhdon të veprojë edhe sot. Synimi dhe parimet e veprimit të tij mbeten të njëjta. Ai nuk del kurrë jashtë karakterit të tij. Ne dim që udhët tona fatkeqësisht nuk janë konsekuente, por nuk është kështu me Perëndin. E pesta, qëllimet e Perëndis nuk ndryshojnë. Samueli deklaroi: "Lavdia e Izraelit nuk do të gënjej dhe nuk do të pendohet, sepse ai nuk është njeri që pendohet." 1 Samuelit, kapitulli 15, vargu 29. Balaami kishte thënë të njëjtën gjë. Perëndia nuk është një njeri që mund të gënjej, as edhe bir njeriu që mund të pendohet. Kur ka thënë një gjë, nuk do ta bëj? Ose kur ka shpallur një gjë, nuk do ta kryej? Numrat, kapitulli 23, vargu 19. Të pendohesh do të thotë që ta rishikosh gjykimin që ke dhënë dhe ta ndryshosh planin e veprimit. Perëndia nuk e bën kurrë këtë. Ai nuk ka kurrë nevojë që ta bëj, sepse planet e tij janë bërë mbi bazën e një njohurie dhe një kontrolli të plot, të cilat shtrihen mbi gjithë shkatës së shkuarës, së tashmes dhe së ardhmes. Ndaj, nuk mund të ketë asnjë urgjencë apo zhvillim të papritur që të mund ta zërë atë të papërgatitur. Ka dy gjëra që e shtyn njeriu të ndryshojë mendje dhe përpasoj edhe planet e tij. Mungesa e largpamësisë për të paraprirë gjithçka ose mungesa e largpamësisë për t'i përmbushur planet e tij. Mirë po me që Perëndia është njëkohësisht i gjithdijshëm dhe i gjithpushtetshëm, nuk ekziston kurrë nevoja që ai t'i rishikojë dekretet e tij. A.W. Pink, plani i Zotit mbetet për jetë dhe qëllimet e zemrës së tij për çdo brez. Psalmi 33, vargu 11. Gjithçka që Perëndia e bën në kohë, ai e planifikoi nga përjetësia. Gjithçka që ai e planifikoi nga përjetësia, ai e përmbush në kohë. Gjithë sa ai ka thënë në fjalën e tij se do ta bëj, do të bëhet në mënyrë të padiskutueshme. Prandaj lexojmë për pandryshueshmërinë e këshillit të tij, për t'i sjellë besimtarët në përjetimin e plot të trashëgimisë që u ka premtuar. Lexojmë gjithashtu edhe për betimin e pandryshueshëm, të cilin ai e bëri për t'i dhënë siguri si Abrahamit, ashtu edhe neve. Hebrejve kapitulli 6, vargjet 17 dhe 18. Kështu është me të gjitha qëllimet e shpallura të Perëndisë. Ato nuk ndryshojnë, asnjë pjesë e planit të tij të përjetshëm nuk ndryshon. Është e vërtetë që ka një grup pasazhesh. Zanafilla kapitulli 6, vargjet 6 dhe 7, dhe 1 Samuelit kapitulli 15, vargu 11, 2 Samuelit kapitulli 24, vargu 16, Jona kapitulli 3, vargu 10, Joeli kapitulli 2, vargjet 13 dhe 14, të cilat flasin për Perëndin që pendohet apo ndryshon mendje. Domethënia e këtyre pasazheve është ndryshimi i trajtimit të mëparshëm të Perëndisë për një grup të caktuar njerëzish, si pasojë e reagimit të këtyre të fundit ndaj atij trajtimi. Mirë po nuk ka asnjë sugjerim që një reagim i tillë të mos ishte parashikuar, apo ta ketë kapur të papërgatitur Perëndin, të cilin nuk e kishte parashikuar në planin e tij të përjetshëm. Kur ai fillon të trajtojë një person në një mënyrë të re, nuk nënkuptohet asnjë ndryshim në qëllimin e tij të përjetshëm. E gjashta, biri i Perëndisë nuk ndryshon. Jezu Krishti është i njëjtë dje, sot dhe në përjetësi. Hebrejve kapitulli 13, vargu 8. Dhe prekja e tij nuk e ka humbur fuqinë e saj të lashtë. Ende vazhdon të jetë e vërtetë që ai mund të shpëtojë plotësisht ata që me anë të tij i afrohen Perëndisë, sepse gjithmonë rron që të ndërmjetësojë për ta. Hebrejve kapitulli 7, vargu 25. Ai nuk ndryshon kurrë. Ky fakt është ngushëllimi i madh i të gjithë popullit të Perëndisë. Ne duhet të jemi si ata. Ku qëndron atëherë ndjesia e largësisë dhe ndryshimit mes nesh dhe besimtarëve në kohët e Biblës? Kjo ndjesi përjashtohet. Mbi çfarë baze?
mbi faktin që Perëndia nuk ndryshon, miqësia me të, besimi në fjalën e tij, të jetuarit me anë të besimit, qëndrimi mbi premtimet e Perëndisë janë në thelb të njëjtat realitete për ne sot, sikurse ishin edhe për besimtarët në dhjetën e vjetër dhe të re. Ky mendim na ngushëllon ndërsa përballemi me pështjellimet e përditshme në mes të gjitha ndryshimeve dhe të pasigurive të jetës në epokën e armëve bërthamore. Perëndia dhe Krishti i tij mbeten të njëjtët, të gjithë pushtetshëm për të shpëtuar. Mirëpo ky mendim na ballafaqon edhe me një sfidë hetimi. Nëse Perëndia ynë është i njëjtë me Perëndinë e besimtarëve të dhjatës së re, si mund të justifikojmë vetëkënaqësinë e përvojës sonë të miqësisë me të, ku niveli i sjelljes së krishterë është shumë i ulët se niveli i tyre? Nëse Perëndia është i njëjti, kjo është një çështje që asnjëri prej nesh nuk mund t'i shmanget dot.